na kanë shtypur, na kanë vjedhur, na kanë përdosur. Këto janë fjalët që aktivistët po thonë dhe kjo është e vërteta e hidhur e 35 viteve korrupsion që po kumbon nga Tirana në Londër dhe nga Londra në Spanjë dhe nga Spanja në New York. 35 vite korrupsion, klasa politike shqiptare po udhëheq shqiptarët për 35 vite me radhë me korrupsion. Prandaj çfarë na duhet ne si shqiptarë 2026 është një mendim i ri, një fillim i ri, një klasë politike e re. Këta politikanë që po udhëheqin në këtë moment, në 2026, duhet të ikin pa përjashtim që të gjithë nga klasa politike shqiptare. Ne na duhet një fillim i ri, një Shqipëri e re që i shërben shqiptarëve të thjeshtë. Pasi një politikan është një shërbyes i popullit, një shërbyes i njerëzve, jo një diktator. Dhe këtë është çfarë ne shqiptarët do të kuptojmë. Të jesh politikan nuk do të thotë që të jesh i plot fuqishëm dhe diktator. Të jesh politikan do të thotë të jesh shërbëtor i njerëzve pasi paguhesh nga njerëzit që ti të shërbesh. Kjo është